Sa i përket LDK-s, thash edhe një herë, ne asnjëherë me vetëvendosjen fatkeqësisht nuk arritëm deri te ajo fazë që të flasim për kushtet, për kriteret se si duket një prezident, pastaj për të folur edhe për emra. Po kur insiston të vetëvendosje, sepse filluan pastaj një fushat kështu të mediatike, publike, që LDK nuk është e unifikuar. Ne tham, jo, jemi të unifikuar. Ja ku i ke 15 nënshkrime, dhe një listë të përbashkët të 15 deputetëve për një kandidat që e propozon LDK-ja. Pastaj u sfiduam, a mund të jetë ky kandidat i LDK-s të jetë Vjosa Osmani? Po mund të jetë. Sot kemi gjetë rrugë të përbashkët prap, rikthehemi, ribashkohemi dhe shtym një projekt, thash edhe një herë, për të mirën shqiptarëve të Kosovës. Prandaj edhe në këtë drejtim, për të mirën shqiptarëve të Kosovës, po tentojmë, po punojmë me u bashku e djahta. Kjo përfshin Vjosa Osmanin dhe kjo përfshin çdo emër tjetër. Ktu po e shfrytëzoj, po e mirë përdori edhe këtë mundësi, po e shfrytëzoj këtë mundësi me i ftu të gjithë ata që e ndjejnë veten të djahtë, që për çfarë do arsye në rrugtimin e tyre politik janë largu nga LDK-ja, me u kthy në LDK. Prandaj edhe do të mundohemi prej tash deri me 7 qershor me shpjegu këtë gjë, me shpaloz vizionin e programin ton, që me i bind qytetarët e Kosovës, që LDK-ja në këtë rast, e djahta e bashkuar në këtë rast, është opcioni më i mirë për m'ia u përmirësu jetën atyre.